Përshëndetje. Sot do të flasim për temën dielli, toka dhe hëna. Do të hasim fjalët anije kozmike, planet, yll, satelit natyror, orbitë. Çfarë është toka? Toka është planeti i tretë i sistemit tonë diellor. Toka është rreth 4,57 miliardëve ditë vjetër dhe i vetmi planet në sistemin tonë diellor ku është zhvilluar jeta. Toka peshon rreth 6.000 miliardë tonë dhe në rrethin ekuadorial është afër 40.000 kilometër. Po hëna është i vetmi satelit natyror i tokës dhe njëherësh është dhe sateliti i pestë për nga madhësia në sistemin tonë diellor. Është trupi qiellor që është më i afërt me planetin tonë dhe i vetmi në të cilin ka arritur të shkel njeriu. Atje ka udhëtuar nëpërmjet anijeve kozmike. Pjesa e hënës, të cilën e shohim nga toka, ndryshe quhet edhe pjesa e afërt ose pjesa e ndritshme, ndërsa ajo e cila nuk shihet quhet pjesa e largët ose pjesa e errët. Pra, ne shohim gjithmonë njërën fazë të hënës. Dielli ynë është klasifikuar në kategorinë G2, një prej më shumë se 100 miliard yjeve në galaksinë tonë. Si të gjithë yjet, dhe ai lëshon dritë. Toka dhe hëna pasqyrojnë dritën e tij, pra nuk kanë dritën e vet. Dielli është objekti më i madh në sistemin diellor. Dhe dielli, ashtu si toka, është rreth 4,5 miliard vite i vjetër. Toka dhe hëna janë në lëvizje të vazhdueshme në hapësirë. Kjo lëvizje quhet orbitë. Gjatë gjithë kohës, ato bëjnë të njëjtat lëvizje. Hëna lëviz rreth tokës dhe toka lëviz rreth diellit duke patur si pasagjer hënën. Në fillim, mendohej se toka kishte formën e një disku të rrafshët. Me kalimin e kohës, studimet treguan se forma e saj ishte sferike. Orbita e tokës është rruga në të cilën toka udhëton rreth diellit. Orbita e hënës është rruga në të cilën hëna udhëton rreth tokës. Për shkak se hëna rrotullohet rreth diellit së bashku me tokën, ajo ndjek në përhapësirë një rrugë që i përngjan shkronjës S. Toka rrotullohet rreth diellit përgjatë një trajektore eliptike të quajtur orbitë. Gjatësia e saj është rreth 940 milion kilometër dhe kjo distancë planeti udhëton 365 ditë, 6 orë e 9 minuta dhe 9 sekonda. Pas 4 vitesh, këto 6 orë janë akumuluar në ditë dhe ato shtohen në vit si një ditë tjetër, 29 shkurti, dhe ky vit quhet viti i brisht. Dhe viti 2020 është një vit i brisht. Kuriozitet. Misteri i orbitës perfekte të hënës. Hëna mbulohet nga një blur i cili mban erë baruti dhe pse përbëhet nga materiale të ndryshme. Gjithashtu, nuk ekziston anë e errët e hënës. Forca e gravitetit të tokës e bën hënën të ngadalsojë në një mënyrë të tillë sa që hëna rrotullohet vetëm një herë gjatë gjithë muajit. Ndaj dhe ne shikojmë gjithmonë vetëm njërën anë të hënës. Madje ekziston një koincidencë, që dielli është 400 herë më i madh se hëna. Por 400 herë është hëna më e vogël se toka. Dhe të duket në hapësirë sikur kanë të njëjtën madhësi. Mirupafshim dhe faleminderit.